Gjithmonë këtu se do të shprej dopsit edhe sikur ti lexohet në ballë. Unë jam pistaf, që se del. Shumë. Nuk ti shprej njëri dopsit. Nuk ti shprej njëri momentet e dopta. Ja, mam, duket dopsit të thua që e makinë që se del. Të mos ta pranosh. Se di, unë kështu e lexoj. Prandaj edhe atë ditë që u bë muhabeti i krevateve, dhe unë e pyeta, do të vish me mua? Dhe ndërkohë që kisha interesin tim të ndroja krevatin. Ishte edhe një pyetje, ato të shpëtosh ti nga kjo situata, që mbase, edhe nuk ke nevojë për të shpëtuar, s'ke nevojë për mua që të të vitet të ta jap këtë alternativë. Mendova se do e merrte. Po sa mori? Se shfrytëzoj. Dhe këtu kuptova se sa minat e ka marrë të gjithën. Kjo gjëja o do ta zhysi, o do ta lartësoj. Duhet ta luaj me shumë kujdes. Ti tani që do fillosh? Sepse nesër janë shumë shpejt dhe duhen të fol me njerëzit. Harroj pjesën e përgjegjësisë. Duke parë, duke bërë, edhe duke pyetur nuk është asnjë lloj problemi. Qofse ke hallin të përgjegjësia. Që është në fush për këtë javë është, edhe pse nuk besoj se të duhet, gjithsesi. Jo, shiko. Në çdo rast. Unë e pa shumë mirë, të bërë mirë këtë javë dhe më duk një shembull shumë i mirë se si e përballoj ndarjen e punëve. S'm duket ndonjë vështirësi